Ju përshëndesi gjithëve, mirë se vini në News Hour. Do të jemi së bashku për të parë disa nga zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një vit më herët, samiti i NATO-s që do të mbahet në Tiranë tërheq vëmendjen botërore. Agjencia turke lajmeve thotë se Shqipërisë ju besua një privilegj i merituar si aktori rreshtit të parë në luftën edhe hibride mes lindjes ruse dhe perëndimit, si dhe rëndësisë së posaçme të NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Analiza prestigjioze vlerëson dhe rolin diplomatik në rritjet e Edi Ramës dhe raportet e tij të posaçme me krerët politik të NATO-s dhe vendeve kryesore aleate. Samiti i NATO-s në Tiranë do të jetë testi i parë i madh i vizionit të ri të sigurisë së Aleancës së Atlantikut Verior. Një artikull i Agjencisë Shtetërore të Lajmeve të Turqisë, Anadolu Agency, shkruan se samiti i Tiranës vitin e ardhshëm nuk do të jetë vetëm i radhës, por një samit ku do të analizohet zbatimi i vendimeve të marra këtë vit në Ankara, për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, forcimin e kapacitetit prodhues të industrisë së mbrojtjes, mbështetjen për Ukrainën dhe vizionin e ri të sigurisë së NATO-s. Rritja e prodhimit të mbrojtjes, marrja e përgjegjësisë më të mëdha të sigurisë nga Evropa, sistemet pa pilot dhe përdorimi ushtarak i inteligjencës artificiale, luftimi i kërcënimeve hibride, mbrojtja e infrastrukturës kritike dhe siguria e Ballkanit Perëndimor përmenden ndër pikat kryesore të rendit të ditës të samitit të ardhshëm. Por nuk duket rastësi edhe përzgjedhja e Tiranës. Sipas Anadolu Agency, NATO po tregon rëndësinë që i kushton Ballkanit dhe krahut juglindor. Arkitektura e sigurisë së Evropës po riformosohet pas luftës Ukrainë-Rusi dhe Ballkani Perëndimor shihet si një nga rajonet prioritare. Përzgjedhja e Shqipërisë shihet si një hap simbolik që synon forcimin e angazhimit politik dhe ushtarak të aleancës në rajon. Për NATO, Ballkani Perëndimor përbën jo vetëm një çështje sigurie rajonale, por edhe një nga shtyllat e rëndësishme të strategjisë së saj për të kufizuar ndikimin e Rusisë në Evropë. Ndikimi politik dhe ekonomik i Moskës i ushtruar veçanërisht përmes Serbisë dhe aktivitetet e dezinformimit në rajon kanë qenë prej kohësh në agjendën e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Shqipëria rikonfirmohet si aleat i besueshëm duke forcuar pozicionin e saj në NATO. Në analizën e agjencisë turke, kryeministri Edi Rama rezulton me një profil diplomatik në rritje, sidomos në politikën evropiane, si një nga figurat kryesore që çon zërin Bashkimin Evropian për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Theksojnë po ashtu marrëdhëniet e ngushta të Ramës me liderët evropian dhe administratën amerikane që e kanë bërë një nga aktorët kryesor politik të NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria kështu shkon për tej të qenit vetëm një antare e vogël e NATO-s. Shqipëria dhe Bashkimi Evropian mbyllin 3 grup kapitujt e parë në negociatat për integrimin në konferencën e 9 ndërqeveritare që mbahet sot në Bruksel. Komisionerja e zgjerimit Marta Kos thotë se ky është një çast vendimtar për Shqipërinë që ka plotësuar reformat dhe ecën e sigurt drejt antarësimit. Ndërsa zgjerimi i Unionit është në një moment favorshëm dhe në këtë super të martë, Brukseli mban tryezën ndërqeveritare me 4 vende aspirante. Kos thotë se Shqipëria dhe Malizi janë 2 vendet që kanë radhën për të antarësuar. Super e marta në Bruksel. 4 konferenca ndërqeveritare do të mbahen sot nga Bashkimi Evropian me në krye Shqipërinë. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kosu, shpreh se ky është një çast vendimtar për Shqipërinë, që këtë të martë vullos mbylljen e 3 grup kapitujve të parë të negociatave me Bashkimin Evropian. Është një çast vendimtar për Shqipërinë me nisjen e mbylljes së grup kapitujve të negociatave dhe sigurisht fronturner ynë Malizi. Me mbylljen e 2 grup kapitujve të tjerë të negociatave, 18 dhe 33 që do thotë më shumë se gjysmën. Pra është një ditë për të festuar, por gjithashtu një ditë për të parë drejt së ardhmes, për të punuar edhe më fort. Për Kos, Shqipëria dhe Malizi mbeten favoritet për të antarësuar në Bashkimin Evropian dhe fati është në anën e tyre. Sot është super e martë për zgjerimin, për më shumë se 2 dekada nuk kemi pasur kur 4 konferenca ndërqeveritare në një ditë. Kjo ndodh sot. Kjo është një ditë e mirë për presidencën irlandeze dhe fat për këto 4 gjethet për zgjerimin me Moldavin, Ukrainën, Malin e Zi dhe Shqipërinë që po bëjnë hapat e rëndësishëm përpara. Këto janë fronturnes me Moldavin dhe Ukrainën, hapim kapitullin 6, kemi mbështetjen e vendeve antare, por vetëm nëse vendet kandidate kanë arritje dhe ne duhet kujdesemi për këtë. Konferenca e 9 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian është parashikuar të mbahet këtë të martë në Bruksel në orën 19. Delegacioni shqiptar do të kryesohet nga kryeministri Edi Rama që bashkë me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian do të mbajë një konferencë për shtyp në orën 20.
Shqipëria mbyll këtë të martë 3 grup kapituj të negociatave, arsimin dhe kulturën, shkencën dhe kërkimin si dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Nisja e këtij procesi vjen pas miratimit të raportit të ndërmjetëm i bar në muajin maj. Objektivi i Shqipërisë mbetet mbyllja e gjithë grup kapitujve të negociatave brenda vitit 2027 dhe antarësimi plot në vitin 2030. Qershori me temperatura ekstrem të larta dhe pjesa e pare këtij muaji regjistruan disa zjarre në qarqe të ndryshme të vendit që dogjën sipërfaqe të mëdha pyjore dhe të mbjella. Policia thotë se 29 persona janë vënë pranga ose në procedim penal pasi janë bërë shkak për flakët, duke ndezur kështu zjarre në tokat e tyre. Policia i bashkohet apelit të institucioneve drejtuar qytetarëve për kujdes të shtuar në këtë verë të nxehtë. Zjarret në pyje filluan më herët këtë verë të favorizuara edhe nga temperaturat përvoluese të qershorit në pjesën më të madhe të vendit. Shumica prej tyre kanë qenë nga dora e njeriut. Vetëm gjatë qershorit dhe 2 javëve të para të korrikut, policia ka arrestuar apo proceduar penalisht 29 persona të dyshuar për zjarrvënie. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë arrestuar në flagrancë 2 persona dhe është proceduar penalisht një tjetër për 3 raste zjarrvënie. Në Kavaj një 51 vjeçar u arrestua pasi zjarri që ndezi në tokën e tij dogji kullota dhe rreth 300 pema grume shaullin. Në Vor u vënë pranga një 43 vjeçar pasi zjarri në një sipërfaqe toke dogji një parcel të mbjellë me dru frutor. Ndërsa në Mallakastër nisi procedimi penal ndaj një 39 vjeçari pasi gjatë tërheqjes së një automjeti me karrotrec preku linjat elektrike, shkëndinjat e të cilës vun flakën 10 pemëve arre. Policia u bën thirrje qytetarëve, fermierëve dhe pronarëve të tokave e kullotave të mos ndezin zjarre sepse ato rrezikojnë përhapje në sipërfaqe më të mëdha duke dalë jashtë kontrollit dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Policia kujton se zjarrvënia e qëllimshme përbën vepër penale që dënohet me burg. Valbona në skajin më verior të vendit, po konfirmohet si një nga destinacionet më të kërkuara të turizmit malor në Shqipëri. Interesi vizitorëve të huaj, kryesisht nga SBA vion të rritet, këtë sezon parashikohet që Lugina të mirëpres rreth 250.000 turistë, tërhequr nga natyra, nga shtigjet alpine dhe eksperiencat unike që ofron Valbona. Muajin e mjaltit vendosën ta kalojnë në një vend për të cilin deri pak muaj më parë dinin shumë pak. Sot, pas 2 ditësh në Shqipëri, thonë se kanë gjetur një nga destinacionet më të bukura që kanë vizituar ndonjëherë. Ky çift i ri nga Shtetet e Bashkuara ndodhet për herë të parë në Europë dhe ndalesën e parë ka bërë në luginën e Valbonës, aty ku natyra dhe ujërat e kristaleve i kanë lënë pa fjalë. This is our first time in Albania. Është hera e parë këtu në Shqipëri. Nga Tirana erdhëm në Valbon. Më pas do t'ikim në Theth për hiking. Do të qëndrojmë atje 3 ditë e dashuroj Shqipërinë. Me sa kam parë deri tani, është kaq bukur këtu. Kemi notuar në ujin e kristal të luginës. Është thjesht e mrekullueshme. First time in Albania, yeah. First time in Europe. Është hera e parë në Shqipëri dhe hera e parë në Europë në fakt. Jemi martuar pak ditë më parë dhe erdhëm për muaj mjalti. 4 days ago. Historia që i solli deri në Alpet shqiptare është po aq e veçantë sa edhe vetë udhtimi. Shqipëri nuk e zbulua nëpër guida, por nga 2 udhëtare skoceze që kishin përshkruar të gjithë Europën. Kur i pyetën se cili ishte vendi më i bukur që kishin vizituar, përgjigjja ishte menjëhershme Shqipëria. We found out about Albania because we were traveling in Ne kemi zbuluar Shqipërinë nga një udhëtim në Costa Rica. Takuam 2 vajza nga Skocia të cilat kishin udhëtuar në të gjithë Europën. I pyetëm se cili ishte vendi i tyre preferuar në Europë dhe ata na thanë pa diskutim Shqipëria. Shqipëria për ta ishte vendi më i bukur i Europës. in all of Europe. I started doing research and I started Dhe fillova të bëja ato kërkimet në internet. Pa shumë video dhe vendosëm që të vinim këtu për muajin e mjaltit. I dërgova edhe shoqes time të ngushtë fotografit nga Valbona dhe ajo mezi pret të vi vitin tjetër këtu. Është një thesar i fshehur dhe mendoj se askush në SBA nuk e imagjinon dot se sa bukur është këtu. Nga Valbona, itinerari i tyre do vijojë drejt Thethit për të eksploruar shtigjet malore dhe peizazhet alpine që çdo vit tërheqin mijëra vizitorë nga e gjithë bota. Mes freskisë së lumit dhe panoramës së maleve, Valbona vijon të jetë një nga destinacionet më të kërkuara të kësaj vere. Çdo ditë Lugina mirëpret turistë vendase të huaj që zgjedhin ta përjetojnë natyrën larg zhurmës së qyteteve. Edhe për këtë çift nga Tirana, zgjedhja ishte e qartë. Në vend të plazhit vendosën të festojnë një ditë të veçantë mes bukurisë së Alpeve. Atëherë Valbonën e gjejmë vit pas viti dhe më të rregulluar, më të mirëmbajtur se çdo vit tjetër. Si vjet që ka shumë mirë,
shumë pastër, ujti duket i kristalt, dhe mezi po presim të fudemi që ta provojmë. Edhe shumë qetësi. Shumë qetë. Shiko, ne kemi ardhur me pushime sot, sepse unë kam ditëlindjen, por mund të ikshim edhe në Ksamil, edhe në Imar, edhe në plazh, po zgjodhem vim në Tropoj, në Valbon, duke qenë që këtu gjejmë edhe malin, edhe depin një farë mënyre. Unë vi nga Tirana për të parë Valbonën. Është një mrekulli, me thënë të drejtë, nuk kam qenë asnjëherë. I dashurim gjithmonë ka dashur që ta vizitojmë këtë vend. Unë kam dashur gjithmonë që të ikë jashtë, por më ka premtuar që pa parë vendin tonë asnjëherë nuk do ikim jashtë. Dhe më ka pëlqyer shumë dhe shpresoj të më pëlqejë deri në fund. Kam ardhur për një fundjavë dhe besoj se do vi edhe herë të tjera. Më ka bërë përshtypje shumë ujë, por edhe malet shumë. Domethënë ka një peizazh të mrekullueshëm. Pse unë dëgjoj edhe nga shoqet e mia, nga shokët e mi që janë shumë të demoralizuar me këtë pjesën që jo se Shqipëria nuk ka vende, jo po Zvicra, jo po, për mua më pëlqen shumë. Unë jam rritur në një vend bregdetar si Saranda dhe mendoj që është e mrekullueshme. Natyra që kemi ne, nuk besoj se do ta ketë në një nga vendet e shtetit evropian. Ju bëjmë thirrje të gjithëve, kudo që janë, edhe shqiptarët që janë nëpër botë mund të vinë ta vizitojnë edhe mos ta lënë asnjëherë Shqipërinë vetëm. Me fluksin në rritje të vizitorëve dhe interesin gjithnjë më të madh të turistëve të huaj, pritshmëritë janë që këtë sezon lugina e Valbonës të mirëpres mbi 250.000 vizitorë, duke konfirmuar edhe një herë statusin e saj si një prej perlave më të çmuara të turizmit. Ishte gjithçka e përgatitur për News Hour, të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund të ndiqni dhe në faqen tonë, abcnews.al, është në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.